që ma unë asë. Kjo nuk është BMW për me dalë me ushtetit, po është BMW për me dalë me flutëruar. Po normal BMW-a i ka 1400 PS totalin. Benzin me motor 3.0. Në farë turbine dhe më kosa këjten. Kjo mundet me kalu ata 8.000 tash. Sot i kanë 80.000 euro. Po. Po vlera investimit komplet në BMW afërsisht 40.000 euro. Përshëndetje mislimi dhe shikues të shqiptar që krejnë nga Onar Lindis. Sot jena ardhë në bojt Malisheve se në ardhë ardhë servis, të një servis i cili modifikon vetura e sidomos BMW-ja. Ata cilë morën pjesë nga gara herën e fundit dhe në zonën vendin e parë me një BMW i40. E qka puna kësaj BMW-s, pësë është qika që shpejt, edhe që ka ekstra, tash kam në kalëzu djemë, kështu që hadri me njëve. Shkëllë, mirë, jo. Tasha me tirë kampion, a shka mi shka dhe në fyfë që me tirë. Se këtu përshoj që është dhe një parë në kupë. Po, që është të vja ju me maletë, ashtë është kampiona e jenë. Kampiona e jenë. Tregon lo çfarë BMW-ja është. Kjo është BMW 140 Ci benzin me motor 3.0. BMW-ja ka motorin në stok 345. 345. Po. Do thonë me ta për hon nisë është lirë. Vallaj, mund është më nisë edhe 100% që edhe më rrinë. Okej. Tregon cilat çka keni modifikuar BMW? Po, modifikimet e kësaj na i kemi të fillu për shembull prej turbinës, që e kena investu në to me një turbinë 72-75. E tani klip njoqa, çdo sen me kryt motorit e me ventila me çdo sen kena investu në to prej asë që më odejnë zhret. Dëmo ky komplet motor është i punun për llojt gara, dëmo që na që i bëni. Që ne i bëni në Kosovë. Që në farë turbine dhe më kosa këjten. Ma herët e lezën vish pak një nëzit turbina me njerë. Që këj kjerë valloj ka dhe më thoni flakt për gara. Që këj kjerë është tamam për gara, për kushtet Kosovës që na i kena, po besoj që edhe në Evropë edhe ma tej me dalë, besoj që kena me edhe kallëzojmë sukses 100%. Në dregu vlo, sa kon shpejtësia ditë ngarë? Shpejtësia ditë ngarë për 0-402 metra, akon 255 km/h. Edhe qëtë distancë kena kalu për 9.2 sekunda. 9.2 sekunda? Po. Edhe shka është më interesant me cekë se kjo BMW nuk e ka pos full, dhe më thonë fuqin maksimale që kja ka. A dita në drag e kena posë për 1.500. Po normal BMW-a i ka 1.400 PS totalin. 1.400 i ka që ke BMW? Po, për shkak kushtet që në pista nuk i plëcen, adit nuk kena gozu edhe me shuk krejt komplet full fuqin. E tregon blokshtet, sa shkon vlera e saj BMW-s komplet? Po, vlera BMW-s normal nëse e blenë stok, mundet me kushtu dikon 35.000 euro, po na kena bon disa investime në tonë, kjo mundet me kalu ata 8.000 tash. Sot i kanë 80.000 euro? Po. Po edhe me milon që të pora nuk besoj që edhe kësha shqitë se nuk ja vlenë. As për 80.000 euro së shatë? Nuk ja vlenë, kjo është kjarë për qef, nuk është për me dollë me shqitë, kjo vetëm për adrenalinë ka mo. Dhe thonë kërë i Marokut? Kërë i Marokut. A bëshinë Allah pak edhe mrena që është? Po. Të dollim që njëna, hade bek që njëna? A mu i me lezë që njëherë? Po, atë dhe shtirë. Opa! A ma sa qërë zlo? Pe bëj pazar po gjetë. Dhe më thonë që ti 200 e gjallaj që ti grafikon. A e të ma shpejt? Po, normal. Ajo është grafika të mu që delje fabrikisht, po kjo normal me shpejtësi që motet në drag, që e kanë motet ata adeta kërë morën pjesë, ako 255 km. 255. Ka dhe mësa keni mozit mas shpejti në herë. Mas shpejti... Sa ka mujt me shku? Sa e ka kopë. Sa dhe më thonë, veqa hecke? Veqa hecke. Nuk kena mujt me motë, se për shumë deri në fund i ka shku, po garant e kam rinja 280. E të regam një vlodh ashtë distancë mak më të larkë. Se një krenar që dhe ka bu që ka BMW krenar edhe keni venin e parë. Po jem krenar se për shkak që na kena punu shumë tonë, kena investu shumë në kitë kjerë, edhe besoj që një njëri që investan shumë në tonë dhe do të mundit të në krenar, se kur investane me një farë forme, duhet me, qësh me tonë, duhet me investu, kur të investan bëllim më të pagu. Më të pagu, fiks, më të... Me të shpërbly kaj që i mundi që të e banë, se normal këtu janë disa
do investime ka gjatë mëdhoja edhe kur investoj që ka shumë, ndani edhe meritojmë një kupë si për kja. Një kupë si kja. Tregom këto vëlla, sa ka shku vlera komplete investimit që keni bo në BMW? Po vlera investimit komplet në BMW afërsisht 40.000 €. Afërsisht 40.000 €. Po. Keri gjatë gorës? Po, realisht me këtë BMW si vjetë kena morë pjesë për herë të parë, po vitin e kalum për shkak kena posë një 240 që i me të njëjtin motor me një projekt, normal që gorën e por kena posë sukses, po dragun e dytë nuk patëm sukses për shkak të thymjes minjoqit. U thuj me njoqi? Po, edhe normal ata cilët e dinë edhe kanë vesh që shtojnë këtë sport, ata dinë sa është vlera një minjoqit kur ti investon tonë. Kështu që ndodhin edhe ato defektet, ndodhin çdo sen, po këso herë kena posë fatë dhe kemi kalu shumë mirë dhe besoj që kena posë një sukses shumë atë mirë. Do më thonë, çdo herë bishë shku në stop gradualisht të investu në to kapak? Normal, jo. Neve ja kemi njësë prej fillimit dhe në fund e kena kry. Nuk kena bon për shumë 1.000, 2.000, 3.000, po kemi bli këtë komplet projektin, është punuan komplet prej ordi servisit, edhe këto sanet tjera shka shkojmë program është Genar Begaj, dhe më Genar Tuning që e ko, edhe aj ma shkurt komplet një si loj ekipe kena bon deri që gjendi që është sedi dhe besoj që është vlerësu mirë. Tregom pse karrikat më janë e keni ikë? Karrikat më janë e kena ikë për shkak që ngora zakonisht do të me kon pesha sa më e lehtë. Nuk është të thonë me hek gjoma, me hek dyrë sene, po për më duk kërë taman i rrugës, do të me kon kjeri kompletun. Po karrika do të me hek për shkak peshës që e ko kjeri, që me mri një sekundar pak ma shpejt. Okej, a ishë ndalë me bo një gjera për bashkë? Tjetër. A mujna? Po, a da përvojna bishën e BMW-jave të shojme dhe në rrugë që shështë. Se kështë për me foku ka fenomenal. Unë e poshtrina ma mirë se BMW-jo kë. Së më përjellë qa. A dhe të shohim? Vlo, ku më mojtë unë e kalëzëm qëtë? Ku dusha? A dhe po dollë sa shpi garozës. Qa po ja s'ka mirë. Zote here bo. Ka fshim asfalti. Na qaj pësht më mnukit gati. Skopët kemi shtë të roshë. Skopët, a? Valla jo. Tash, përshëndetit tonë. Këta në shlirë, losha atje ku kemë se ma rahat. Tyt. Të mona se. Zoti hajre buf. Qfara kur njëta jam që si adrenalin në përkes ka përjetu. Ku kush farë adrenalinë pa shra zotin e madha. Kus në rumë, unë jem këtë të servisi, mas gjera së u këtëm të servisi apet, veç unë e këtës përsha as Mercedes, e as Favea, Audi heqe ma hez, dhe me thonë këtu përsha viq BMW-ja. Një, Ioni 2, 3, 4, 5, 6, dhe me thonë 6 BMW-ja për momentin që në të regullu. Tregom qa puna është ti BMW 5. Kjo BMW 5 që... Si e ju na? Si e ju, ja. Po, kjo nuk është BMW për me dole me ushetit, po është BMW për me dole me flutëru. Me flutëru me ta? 840 që i, në drogën me këta kena morë pjesë, i kena zonë vendin e tret, i ko 800 PS, o shkerë që për një met jep adrenalin këgjamina. Tregom me kjo sa pore bën? Po, për qmime, nësa marrë klitet di ma mirë. Ma mirë. E halal. Veç do më thonë që këmë bi 30.000 për shkaj ka? Valla e ma shumë. Edhe ma shumë se 30.000? Se 30.000 për shkak të investimet që edhe këj ka punë këta. Edhe besoj që edhe 40 e prek. Edhe 40 e prek. E që e 299 që është? E dyshja, në të mjetë sekret për drogën tjetër. Pse? A shkruet e dyshja pak? Hajde. E këshirim, hajde. Në kopi kullë ma heret për gjerës. Do më thonë që kjo dyshe. Kjo dyshja është Jeni të e modifiku për... për drogën tjetër në qeshua që kom më bo. është 240 që me mater 3.0, po për shkak, do më thonë, që alo kjo së shgoti, këtë drag s'këna morë pjesë, besoj që në qeshua këna me bogoti, del me një mater shumë më të fortë se nishja, që që për me këto do të më përgatit mirë. Jo vesh na për ata që kanë me morë pjesë. Do më thonë,
Që kjo dyshe konkurrent nuk pas ka me posa? Vallaj, nashta ka konkurrencë normal, se në Shqiptari shka s'ka, po besoj që kena me pas një kohë shumë më të mirë. Edhe ta shumë i tash. Halla. Përfaqësinë e radhës. Ju Allah dhe ku vlo, unë ju falenderoj që më pritet mas pari. Zoti ju rujt, ja valla shnetën. Inshallah don Zoti, sa të merrni pjesë na përgore, e keni vendin e parë. Amen. Unë u kënaqesh se unë Merakli BMW shumë. Kështu që falenderoj shumë që më keni prit vlla. Zoti ju rujt, ja valla shnetën. E kismet Zotit u pofshim prap në herë. Veç me një kur vjet jetëm i pas edhe 15 kupa. Normal, tash çdo vit ka një. Ka një kismet Zotit. Po. Shikus nderuam. Këto ishim të disa Merakli të BMW-jave, po edhe Merakli të garave, sidomos Merakli të vendit parë. Falenderoj shumë që na keni ndjek deri sot. Zoti ju rujt. E paqit lumturi në jetë e kismet shimi historive tjera.